Jeta është një mundësi. Kështu që nuk kthehet. Kjo ditë sot nuk kthehet. Ajo e djeshme nuk kthehet. E ardhshmja që po vije, përgatitu, shfrytëzoje si duhet, nga se po shkoj nuk kthehet. Njerëzit, sikurse Allahu xhallahu ta nderuar vëllezër dhe motra, i përshuan në Kur'an, do të kërkojnë me u kthy. Kur të shohin për masat e disfatës, ditën e gjykimit. Kur shohin se sa shumë kanë humbur, ditën e gjykimit. Çka do thonë? Rabbi rji'un. La'alli a'malu salihan fima tarakt. O Zot, të lutem më kthe. Të lutem, edhe një mundësi o Zot. Pa që një mundësi. Të lutem. Nga se tash e kuptova se duhet më ja dal. Nuk ja pas na dal. Kom mendu se ja kom dal, po nuk ja pas na dal. E pas na kuptu gabim suksesin unë. E pas na kuptu gabim lumturinë unë. E pas na kuptu gabim unë fitoren. Gabim e pas na kuptu. Të lutem, tash e kuptova. Më kthe njerë. E kom më kthe, lyp edhe një shansë. Përgjigja, kella. Asasi, s'ka mundësi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Është fjalë boshe që ai thot. E dim vetë që s'ka kthim mbrapa. E kemi paralajmëruar se një mundësi është, një shansë është. Prandaj kjo është jeta të nderuar vëllezër dhe motra. Një shansë e madhe për të fituar shumë. Dhe sikur që thash, një shansë e madhe për të humbur shumë fatkeqësisht. Kështu që duhet vazhduar tutje me jetën.